vendim të sotme që u la në fuqi nga gjykata kushtetuese u rikthye pezullimi, spaku mund t'i drejtohet gjykatës dhe gjykata ta miratoj që mund të kërkojë mas për një tjetër ministër, antar të kabinetit. Si ta kuptojnë këtë? Edhe ministër edhe kryeministër. Pse kjo gjë ndodh? Po, sepse thot gjykata kushtetuese. Shikoni, do ta shikojmë pak në aspektin më të cekët juridik. Pra që ta kuptojmë të gjithë ne dhe mos bëjmë filozofira më. Pra, ministri, çfarë është? Antari i Këshillit të Ministrave. Kryeministri çfarë është? Kryetari i Këshillit të Ministrave. A është ministër kryeministri? Po është kryetari i ministrave, është i pari i ministrave. A Këshilli i Ministrave, antarët janë të barabartë? Po janë të barabartë. Pse? Sepse nuk ke hierarki vertikale, ke horizontale, sepse përgjegjësia është kolektive. Dhe flas për përgjegjësinë politike. Pra, që të kuptojmë dhe qytetarët kuptojnë, në çdo moment, çdo kryeministër, pra Rama sot dhe një kryeministër në të ardhmen, mund të pezullohet nga një kërkesë e prokurorit me një pakt me një gjyqtar të gjykatës së posaçme. Po kjo çfarë do të thotë? Ndërhyrje në politikbërjen. Kjo çfarë do të thotë? Goditje në sistemin demokratik të vendit. Kjo çfarë do të thotë? Nesër, në rast se një fuqi e huaj, ruse, serbe dhe kineze kërkon të bëjë destabilitet politik në vend, mund të marrë një prokuror peng, mund të marrë një gjykatës peng, t'i detyroj për shkak të një rrethane dhe nesër ne t'na pezulloj nga detyra një kryeministër. Nuk flas vetëm për zotin Rama, për çdo kryeministër që nesër mund të vinë në vend. Pra do të thotë që gjykata kushtetuese nuk bëri atë që duhet kishte bërë, të interpretonte dhe jo të merrte një vendimarrje e cila në kuptimin e saj do jetë një vendimarrje, për shkak se çdo gjykatës do t'japi interpretimin e tij për sa i përket asaj që ne themi mos plotësimit të korumit, por secili prej tyre do t'japi një mendim paralel apo në një mendim pakice, duhet të tregoj që pse nuk arriti vendimarrje, sepse edhe njerë thelbi nuk është dispozitivi sot i gjykatës kushtetuese. Thelbi është arsyetimi i gjykatës kushtetuese për rrëzimin e kërkesës së kryeministrit dhe thelbi që ne duhet të dimë është kjo. Jo objekti kryeministër për shfuqizimin e vendimit të GJKK-s për sa i përket pezullimit të zonjës Balluku, por përmbajtja e kërkesës së kryeministrit që të bëj interpretim të nenit për sa i përket imunitetit, sepse duhet keni parasysh diçka. Zoti Rama nuk vajti aty të kërkojnë interpretim imunitetit. Zoti Rama vajti të bëjë një interpretim për sa i përket nenit 7 të kushtetutës për ndarjen e pushteteve. Dhe në rast se pushteti gjyqësor mund të futet në punët e pushtetit ekzekutiv. Kjo është e rrezikshme. Mos ta merrni në aspektin militant, pra që unë jam militant dhe dua të rrëzoj Ramën. Ose unë jam opozitar dhe dua të rrëzoj Ramën. Jo, nuk bëhet fjalë për rrëzimin e një individit. Bëhet fjalë që nesër një pakt sekret që mund të marrë peng 2 individ, një prokuror, një gjyqtar, për interes të një shteti apo të fuqive të tjera, mundet të cenohet sovraniteti, integriteti territorial i çdo shqiptarit. Nuk kupton aty ai shqiptari majti djathtë parti pa parti. Është si puna e kodit penal. Është si puna e mbetjeve toksike. Është si puna e ushqimit që hajmë të gjithë. Pra janë disa gjëra të cilët ka përcejnë interesin partijak, po jo politik. Sepse ne kemi rënë dakord si shoqëri, çfarë të bëjmë? Të normojmë një kushtetut, këto rregullat t'i përcjellim përmes kuvendit, dhe kuvendi është ai i cili miraton dhe aprovon Këshillin e Ministrave. Dhe sot zoti Rama, për mendimin tim, dylber i dashur, është më i rrezikuar nga të gjithë. Pse është më i rrezikuar? Se nesër
mundet një ministër të ketë të njëjtin fat, mundet nesër edhe vetë kryeministri të ketë të njëjtin fat të pezullimit. Pse them këtë gjë? Sepse marrim tani rastin e zonjës Balluku që është në atë që ne flasim në komisionin e mandateve dhe rregullores. Deri sot zoti Rama nuk ka pranuar të japi autorizimin. Do presim të shikojmë se a do ta pranojë apo jo. Po më lejoni t'ju them një rast, një skenar tjetër. Prokurori, i cili mund të shikojë dhe të thotë, shiko zotri, me zonjën Balluku nuk kisha mundësi ta arrestoja. E pezullova dhe unë fitova. Me zotin Rama nuk ka mundësi ta arrestoj, as ta procedoj për shkak se ka numër të parlament. Po çfarë do bëj unë? Do bëj pikrisht atë pezullimin nga detyrat të kryeministrit. E kuptoni në cilën situatë ndodhemi që zoti Rama u krenu me reformë në drejtësi. Kjo është reforma e tij dhe duhet t'ja themi. Derisa je krenuar, merre dhe urdhro para burgime, pa vendim gjyqësor, pa asnjë gjë që ka të bëjë me shtetin e së drejtës. Kemi të bëjmë thjesht vetëm me shtetin e imagjinuar nga zoti Rama. Ne kemi folë vazhdimisht, flasim vazhdimisht dhe themi të qytetarët vazhdimisht atë që duhet. Të vërtetën, cila është e vërteta? E vërteta është vetëm kjo, që ajo që keni normuar do ju vi edhe ju do ju godas. Këtë gjë nuk ka kuptuar zoti Rama. Dhe këtë gjë po ja themi vazhdimisht. Dhe mos harroni një fakt tjetër, dhe zoti Manja, që doli në emisionin e Top Channel, tha dhe bëri një presion ndaj gjyqtarëve. Dhe i tha, ne mund të rishikojmë reformën në drejtësi. Pse ky presion dhe pse kjo deklarat, kur vetë Partia Socialiste ka thënë që unë e votova, unë nuk kesh asnjë presë, kundërkohë zoti Rama sot flet për paraburgime pa vendim gjyqësor, zoti Rama sot flet për ndërhyrje të pushtetit gjyqësor në punën të pushtetit ekzekutiv. Pra, ajo që të bën ty përshtypje është kjo, zoti Rama në Republikën e Shqipërisë u bë kryeministër sot apo ishte kryeministër nga 2013? Pse zoti Rama sot pikrisht del edhe thot që mjaft kaq paraburgime, mjaft kaq telashe që vetë sistemi gjyqësor futet në punët e brendshme të qeverisë. Prandaj unë dua të them tek opinioni publik që na ndjek, ne duhet të kuptojmë qartazi që sot Partia Socialiste dhe zoti Rama është në kontradikt me ato çfarë ai ka thënë në të shkuarën e tij. Pra, ishim të kënaqur sepse zoti Berisha, zoti Meta e të tjerë janë në përburgje, ndërsa sot kur momenti erdhi që është momenti i cili po sjellë dhe po çon drejt masë sigurisë, arrest në burg, arrest në shtëpi ndaj zonjës Balluku, tani erdhi moment të kujtojmë Republikën parlamentare dhe jo më Republikën e prokurorëve të cilën zoti Rama e ka përgëzuar. Avokatun, falenderoj shumë për këtë analizë të shpejtë edhe ju them edhe shikuesve që ne do ta vazhdojmë ta ndjekim këtë çështje nesër dhe ditët në vazhdim, duke e trajtuar. Patjetër. Të falenderoj shumë avokat. Patjetër do ta ndjekim dhe duhet të themi të vërtetën dhe gjithmonë e vërteta do na bashkëqëroj. Por unë dua t'ju them juve dhe opinionit qyrë në aspektin parimor se gjykata kushtetuese nuk bërë një interpretim të qartë për sa i përket në 7 të kushtetutës. Pash një gjykatë kushtetuese e cila ka filluar të godas veten e saj. Unë falenderoj shumë avokat. Ju falenderoj edhe ju.